Përshëndetje Keti, atë çfarë u vendos dhe u kërkua nga ana e prokurorisë posaçme sot për sa i përket masakrës së Gërdecit? Përshëndetje në Ertil, është një proces i cili po vijon me dëshmitarët e kërkuar nga prokuroria dhe mbas kësaj faze do të jenë dëshmitarët e mbrojtjes, por siç është ka ndodhur në seancat e mëparshme, janë shumë bashkë të pandehur në një proces tjetër, të cilët kanë marrë dënime dhe më herët, të cilët po thirren, po paraqiten, por nuk po pranojnë të dëshmojnë, duke shfrytëzuar hapësirat ligjore që ata dhe mund të mos të flasin para gjykatës. Ka qenë një ish ushtarak, pra Ilmi Laçaj, i cili është paraqitur ditën e sotme, ai ka qenë i dënuar në procesin e parë për shpërdorim detyre, e ka përfunduar dënimin dhe pavarësisht se u paraqit ditën e sotme, ai preferoi të heshte para gjykatës, megjithëse u ftua nga zoti Mediu që edhe ai të deklaronte dhe të jepte sadopak ndihmesën e tij në lidhje me zbardhjen e kësaj ngjarje. Por zoti Laçaj nuk pranoi, ndërkohë në këto kushte gjykata bëri dhe një paraqitje në seancë gjyqësore edhe çfarë është bërë me dëshmitarët e tjerë të mbetur të kërkuar nga prokuroria, mes të cilëve është edhe ish sekretarja e ish ministrit të drejtësisë Aldo Bumçi Anjola Agolli, e cila pritet të dëshmojë dhe ka një rëndësi të veçantë për hetimin, pasi ka lidhje me shkresën me faksin, me shënimin për Shkëlzen Berishën, e cila është prej saj është dërguar në Ministrinë e Mbrojtjes. Pra, por ajo megjithëse është kërkuar disa herë nga ana e gjykatës dhe me adresën e re që i dha dhe prokuroria, pavarësisht dhe adresës së re, një adresë tjetër që është vënë në dispozicion, të paktën shërbimet policore nuk e kanë gjetur në banesë. Kjo ka bërë që prokuroria të kërkojë që të njoftohet policia e shtetit për gjetjen e banesës së saj dhe për njoftimin për seancën gjyqësore, e cila do të jetë në datën 21 shkurt. Ndërkohë, në lidhje me dëshmitarët e tjerë, pra janë emra të tjerë të njohur, edhe për ta nuk kishte një njoftim nga ana e policisë në gjykatë. Bëhet fjalë për ish drejtorin e fabrikës Dritan Minzolli, për Mihal Deli Jorgjin, pra biznesmeni Mihal Deli Jorgji, gjithashtu edhe për Luan Hoxhën, dhe edhe për këta nuk ka të paktën nga ana e policisë në gjykatë nuk kishte ardhur një konfirmim nëse se janë gjetur apo jo në ata në banesë, ose nëse janë njoftuar apo jo në banesë. Kjo bëri që sërish ata të qëndrojnë në listën për të pyetur dhe për të gjetur dhe për Kush janë emrat që do pyeten nga ana e prokurorisë posaçme? Pra këto janë emrat, këta janë bashkë të pandehurit në proces tjetër, si që është Mihal Deli Jorgji, Dritan Minzolli dhe emrat të tjerë që kanë qenë të pandehur dhe janë dënuar nga gjykata më herët, pra bashkë të pandehur, ndërkohë e vetmja që nuk është dënuar dhe kërkohet me ngul, është ish sekretarja e Ministrit të Drejtësisë, pra Anjola Agolli, e cila nuk është gjendur të paktën në adresat që prokuroria e posaçme i ka vënë në dispozicion gjykatës. Pra ajo kërkohet me ngul dhe kjo ishte dëshmitarja për të cilën prokuroria kërkoi të njoftohet edhe policia e shtetit në mënyrë për gjetjen e saj dhe për ta sjellë para gjykatës në mënyrë që të dëshmojë në lidhje me faksin për Shkëlzen Berishën, pra një dokument ky për të cilën janë pyetur edhe dëshmitarë të tjerë. Ndërkohë që sa i takon dëshmitarëve të tjerë, siç e theksova, edhe për ta nuk ka pasur një njoftim për adresat, pasi komisariati numër 5 që kishte marrë detyrën për të njoftuar si për Dritan Minzollin, si për Mihal Deli Jorgjin dhe për persona të tjerë, kishte ardhur si konfirmim që nuk ndodhen në territorin, banesat e tyre nuk ndodhen në territorin e këtij komisariati. Pra është e vështirë për policinë të gjejë se ku banojnë këta persona për të kthyer një përgjigje gjykatës. Ndërkohë, prokuroria në këto kushte kërkoi që krahas thirrjes së dëshmitarëve për ekonomi gjyqësore të vijohet dhe me prova shkresore, por gjithashtu kërkoi që të ftohet edhe vetë ish ministri Mediu për të dhënë dhe ai deklarimet e tij si person, si i pandehur tashmë në këtë proces, dhe kjo mbetet në vlerësimin e zotit Mediu, i cili pasi të konsultohet me avokatët mund të japë pëlqimin për të pyetur ose jo, kjo mbetet në vlerësimin e tij. Pra, seanca e radhës lënë për në datën 21 shkurt dhe deri në atë kohë pritet dhe njoftimi nga ana e policisë për gjetjen e adresave të dëshmitarëve të kërkuar nga ana e SPAK.
Ndërkohë, Keti, një ndër dëshmitarët ky që është i shefi shtabit të ushtrisë, Luan Hoxha, a ka informacione, a do të merret dëshmia e zotit Hoxha? Pra në Ertil, kjo ishte një pyetje që ju bë dhe nga avokatët e familjarëve të viktimave, pra Dorian Matlia, i cili tha që çfarë bëhet me dëshminë dhe me dëshmitarin Luan Hoxha, dhe ndërkohë gjykata i ka kthyer përgjigje që dhe për ky dëshmitar është në listën e dëshmitarëve që duhet të njoftohen, por siç ndodh me dëshmitarët, fillimisht ata njoftohen brenda vendit dhe më pas do të jetë prokuroria ajo që vlerëson se çfarë do të bëhet me dëshminë e tij, do të kërkojë letër porosi, do ta marrë me videokonferencë, apo dhe Luan Hoxha nuk do të pranojë të flasë pasi siç dihet, edhe ai është një bashkë i pandehur në një proces tjetër dhe ka marrë një dënim pavarësisht se nuk e ka kryer atë dënim, ai quhet bashkë i pandehur dhe ka të drejtë dhe të mos flasë para gjykatës. Pra mbetet në vlerësimin e Luan Hoxhës nëse do apo jo të dëshmoj para gjykatës, dhe nëse ai pranon të dëshmoj para gjykatës, gjendet mundësia që ai të dëshmojë. Dhe për këtë dëshmi është pyetur dhe vetë zoti Mediu, i cili edhe të rasti ka bërë thirrje të gjithë personave të cilët paraqiten në gjykatë që të dëshmojnë dhe të mos e përdorin ata hapësirë ligjore që edhe mund të mos flasin para gjykatës, pasi tashmë ka ardhur koha që secili të flasë dhe të japë dhe vlerësimin e tij për atë situatë, çfarë ka ndodhur dhe nëse ka pasur lidhje vetë ministri i mbrojtjes në atë kohë dhe nëse i ka urdhëruar ata si për vendin e Gërdecit, si dhe për procedurat e tjera. Pra kjo është thelbi që ai kërkon të paktën nga dëshmitarët të cilët paraqiten dhe të cilët në disa raste nuk kanë pranuar të flasin, ndërsa në disa raste të tjera kanë pranuar të flasin dhe në të njëjtën pozitë është